أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut të gjithëmëshirshëm. Allahun e falenderojmë në çdo kohë dhe moment, ndihmë udhëzim në rrugën e Tij kërkojmë. Begatit, mirësit, përshëndetjet tona të përzemërta qofshin për shpirtin e mësuesit ton Muhammed Mustafa alayhi salam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë besimtarët dhe besimtarët që e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, në fillim ju përshëndes të gjithë juve që na ndjekni nëpërmjet këtij emisioni me përshëndetjen e paqes dhe mëshirës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Lusim të madhin Zot që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allahu të e bën agjërimin ton të pranuar, luqet tona të pranuara, të na jap forcë dhe energji që ta kryejmë në mënyrën dhe në formën më të bukur me të cilën Allahu është I kënaqur, dhe krejt në përfundim të muajit të Ramazanit të dalim me mëkate të falura, ibadete të pranuara dhe kënaqësinë dhe razinë e Allahut të fitojmë në dunjë dhe në ahiret. Në ajetin që e lexuam në gjuhën arabe ku Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla shanu na flet për diçka për të cilën na e bën me dije dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam I cili na thot se çdo I posa lindur lind I pastër. Më pas janë ata familja, prindët, kushtet, rrethanat të cilat do ta ndryshojnë gjendjen e tij. Prandaj Zoti xhallashanu thot qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtu ai I cili është pastru dhe ka dështu ai I cili është ndyt. Kjo ajet kuranor na e bën me dije që ka diçka në Islam apo ka diçka në moralin Islam që quhet delirësim apo pastrim I shpirtit. Ai që sonte do të mundohemi para juve në këtë emision në minutat e parapara që të flasim mbi pastrimin e shpirtit se si e përshkruan Kurani Kerimi apo në hijen e ajeteve kuranore. Ebul Hasan Sirri as-Siqti rahmetullahi alayhi thot kush dështon në pastrimin dhe edukimin e vetës së tij, ka dështuar edhe në edukimin apo pastrimin e të tjerëve. Prandaj secili prej neve kemi për obligim nga ajo që kërkohet edhe nga Zoti xhallashanu dhe na mësojnë parimet e Islamit që ne të kemi një shpirt të pastërt nga mëkatet, nga ata vese devijante negative të cilat mund të na nxisin neve në veprime me të cilët nesër do ta meritojmë dëshkimin e Zotit xhalla xhalalu wa xhalla shan. Prandaj një prej atyre ibadeteve siç është Ramazani, në të cilin muaj gjendemi, dhe objektivi I gjithë adhurimeve është që besimtarin të pastroj, shpirti I tij të jetë fisnik dhe I pastër, ashtu si e ka kriju Allahu xhalla shanu dhe të njëjtin që dorëzon dhe që kthen atë ditë kur do të përfundon misioni dhe jeta jo në këtë botë. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, ne do të mundohemi në hijen e ajeteve kuranore që të shohim se
cilët janë ato ajete me të cilat Zoti xhalleshanu, apo cila është forma dhe metoda më e mirë që ne mund të arrijmë të pastrojmë shpirtin ton nga ato vese apo elemente të ligta të cilat mund të ndikojnë negativ në jetën tonë dhe mos ta meritojmë atë titullin me të cilin Zoti na ka thirrë si besimtar në fjalën e tij në Kur'anin e Kerim. Ajetin që lexuam në fillim, Allahu thot ka shpëtuar ai që e pastroi veten. Pra fjala zeke është pastrim, kur besimtari jep zekatin, pra pastron një pjesë të pasurisë që nuk është e tij dhe nuk i takon që ta ketë në kompetencat e tij, por duhet t'ia dedikon dikujt tjetër se i ka caktuar ato rregulla Zoti xhalleshanu. Prandaj edhe në moment që neve na jepet mundësia pa vetdije që ta bëjmë një mëkat, pra duhet i kthehemi Allahut me pendim dhe me energji pozitive që të arrijmë të pastrojmë shpirtin tonë. Andaj forma dhe mënyra më e mirë për ta kuptuar se si duhet një besimtar ta pastron shpirtin e tij, referencat tona janë fjala e Allahut dhe është jeta e pejgamberëve alayhis salam. Prandaj Zoti xhalla xhalalu wa xhalla shanu njerëzimit i dërgoi profet, i dërgoi pejgamber, të cilët do t'ja mësojnë rrugën e Allahut, do t'ja mësojnë metodat dhe format me të cilat në mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë do të distancohen nga elementet të cilat mund të nxisin që të devijojnë nga rruga e Zotit xhalla xhalalu wa xhalla shanu. Prandaj ajetin e parë që do ta lexojmë është ajeti që në një mënyrë është lutja e Ibrahimit alayhis salam, i cili pasi e ndërton Ka'bën në Mekë me Ismailin të birin e tij, ngrit duart lart dhe i drejtohet madhrisë së tij Allahu xhalla shanu duke thënë: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim alayhis salatu wassalam sikur është inspiruar nga ana e Allahu xhalla shanu se në këtë vend Allahu do ta nxjerrë nga biri i këtij vendi një njeri me emrin Muhammed, i cili do të jetë pejgamber i fundit dhe do të jetë pejgamber për gjithë njerëzimin dhe gjitha krijesat e Zotit xhalla xhalalu wa xhalla shanu. O Zot, dërgo nga mesi i tyre një pejgamber i cili do t'ja lexon ajetet e tua, do t'ja mëson mësimet e librit Kur'ani Kerimit dhe urtësitë e tij dhe do t'i pastron. Prandaj metoda dhe forma më e mirë për ta pastruar shpirtin ton nga ato sendet e ligta apo nga ato veset devijante, pra është Kur'ani Kerimi, të cilën Allahu xhalla shanu e ka quajtur shifa, është shërim për shpirtin e besimtarit. Po ashtu ajeti tjetër ku Zoti xhalla shanu në surën Ali Imran na drejtohet si besimtar apo i drejtohet umetit pejgamberit alayhis salam duke thënë: Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allahu xhalla xhalalu wa xhalla shanu kur e zbrit këtë ajet kuranor u ban me dije banorëve të Mekkës dhe gjithë umetit pejgamber alayhis salatu wassalam se nga mirësitë e Allahu xhalla shanu, nga dashuria dhe butësia dhe afërsia që ka për robën e tij Allahu dhe robërit e tij besimtar, nga mesi i tyre i besimtarëve kanë nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrën më perfekte, më briljante u mëson shokëve të tij. Pastaj këta mësime përcillen gjenerat pas gjenerate vinë deri në ditët tona dhe do të ekzistojnë dhe duhet i përcjellim deri në ditën e fundit, mënyrën më të mirë që na mëson ajetet e Kur'anit Kerimit, argumentet të cilët kanë ardhur në te dhe janë pastrim për besimtarin. Wa yuallimuhumul kitab. Prandaj Imam Shafiu rahmetullahi alayhi është anku mësuesit të tij Wakis, i cili kishte një memorje apo i mësonte sendet shumë shpejt, i memorizonte shumë shpejt dhe një natë kish problem që ta memorizon mësimin, dersin të cilin e kish marrë nga mësuesi i tij dhe janë kohë duke i thënë se kam vështirësi. Atëherë çfarë i tha Waki, mësuesi Imam Shafiis, tha dituria është dritë. E drita e Allahut nuk hyn në një zemër e cila ka mëkat. Prandaj nëse sot ne shohim defekte dhe probleme në kuptimin e ajeteve edhe në zbatimin e mësimeve fetare, atëherë ka një problem në zemrat tona, pra janë zemra të sëmura, apo janë shpirt i lig, i cili nuk i jep hapësinë dritës Allahut të deporton. Prandaj duhet të pastrohen dhe janë momentet më të mira të muajit të Ramazanit që si ne si besimtar ti përkushtohemi në shërimin
e këtyre elementeve të cilët neve na distancojnë nga mësimet fetare. Po ashtu Zoti xhallashanuhu nëpërmjet ajetit tjetër kuranor na drejtohet si besimtar duke na thënë: Ja eyyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan. O ju që keni besu, a keni besu Allahun? Po. Fjala e tij duhet të jetë ajo e cila duhet zbatohet në jetën tonë. Mos e ndjekni rrugën e shejtanit, mos i ndjekni rrugicat e tij. Wa ma yattabi khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha. Se nëse ju i jepni hapsin që në zemrën tuaj të bën vend mësimet e shejtanit, mendjet tuaja, në zemrat tuaja, atëherë ai do t'ju drejton nga rrugët e gabuara. Ju urdhon që të bëni gabime. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, po mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut, ma zaka minkum min ahadin abada. Allahu thot, po mos ishte mëshira e Zotit që ka dërgu libër, ka dërgu profet, ka dërgu dietar, ka dërgu njerëz të urtë, të cilët na mësojnë dhe na sqarojnë dhe na kalon adhurime nëpërmjet të cilëve ne jemi pranë krijuesit ton, ne jemi në shërbimin e mësimeve të Islamit, pra nuk kish me pas mundësi askush të pastrohet. Prandaj kur ne vetë disohemi, kur ne i kërkojmë Allahut falje për gabimet dhe lëshimet tona të cilët ne i bëjmë me vetdije dhe pa vetdije, dhe në moment që ne e kuptojmë të vërtetën dhe realitetin, kjo është mëshira dhe mirësia Allahu xhallashanu që ne të pastrohemi. Prandaj mund të pyet besimtari dhe thot, pse duhet ta pastroj njeriu shpirtin e tij? Sigurisht që një shpirt i cili në vetveten e tij ka diç e cila do ta largon nga Zoti, do ta largon nga mësimet e fesë, do ta largon nga adhurimet, pra për ta është shumë e vështirë për ta kuptuar të vërtetën e Zotit xhallashanu. Prandaj Allahu ka thënë në surën Naziat: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Vërtet ata që kanë frikën e Allahut, kanë se një ditë do të takohen me Zotin dhe ndalojnë shpirtin e tyre, ndalojnë nefsin e tyre nga epshet, vërtet vendbanimi i tyre ka për qenë xheneti. Prandaj kur ne në një moment e pastrojmë shpirtin ton, largojmë ata vese negative si zilin, mendjemadhsin, kooperacinë, smirën, xhelozin, këto janë elemente të cilët e distancojnë njeriu nga e vërteta e Zotit xhalla xhalalu wa xhalla shanu. Pastaj njeriu mund të kalon në një shkallë më të lartë kur ai e ka pastruar shpirtin e tij. Kur ai ka një shpirt të pastër, kalon në një nivel më të lartë dhe më afër Zotit, që quhet shpirt i qetë, që Allahu në surën El-Fajr ka thonë në ajetet e fundit të kësaj sureje, në momentet kur do të largohet shpirti nga trupi, do të mbaron jeta jonë këtë botë, meleku do t'i drejtohet shpirtit të besimtarit me fjalë të ëmbla dhe të buta, duke i thonë: Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti i qetë, kush është shpirti i qetë? Është ai shpirt i cili jetën e tij e ka pasur lidhur me krijuesin e vet. Është ai shpirt i cili që në fillim para se të vjen me trup, ka pyet Allahu gjitha shpirtat në ezel: Alastu bi rabbikum? A nuk jam Zoti juaj? Të gjitha njerëzit i ka thënë po o Zotie, ne dëshmojmë. Dhe ky shpirt ka vazhduar edhe në jetën e kësaj dunjoje. Dhe më pas është shpirti i cili është qetësuar me mësimet e Allahut, është qetësuar me adhurimet me të cilët e ka obligu Allahu xhallashanu. Në moment që ka qenë në kontakt me Zotin, pra është shpirti i cili e ka pranuar të vërtetën. Prandaj shenjat të cilët do të shfaqen te ky shpirt i qetë është se çdo herë ka siguri në përmendjen e Allahut. Thot Allahu në Kur'an: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të përmendurit e Allahut qetësohet zemra e besimtarit. Ka kënaqësi në caktimin e Allahut, ku thot Allahu: radiyatan mardiyya, janë të kënaqur me Zotin dhe Allahu është i kënaqur me te. Janë të durueshëm në sprova dhe në falënderime, që thot Allahu në Kur'an: wa bashiris sabirin, për çdo durimtar. Atë që thot edhe pejgamberi alayhis salam, shpirti i qetë është ai i cili thot e tërë jeta e besimtarit është e mirë, është e begat. Çka ndodh me të? Thot momente begatie dhe mirësia falënderues, momente sprove është i durueshëm. Po ashtu shpirti i qetë është ai i cili largohet nga mëkatet dhe nga veprat e këqija. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, vërtet namazi ju largon nga punët e këqija dhe të urrëtura. Pra edhe nëse gabon, ai kthehet Allahut
me pendim, është në çdo moment i gatshëm në takim me Zotin Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. Irji'i ila rabbik, ktheu te Zoti yt, hin te robrit e Allahut, hin xhennetin e Allahut Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. Po ashtu mund të ndodhë dhe ndodhë të shumë njerëz të cilët ne shohim që mund të themi është shpirt lig, është shpirt i smut, apo është zemër e smut. Prandaj Kurani i Kerimi ka fol edhe për këtë lloj të shpirtit apo për këtë lloj të zemrës, e cila thot Allahu në Kurani i Kerim fi kulubihim marad fazadahumullahu marada. Këto janë zemra të smurta, janë shpirta të smur. Prandaj Allahu thot vetëm se çka ju shtohet këtyre sëmundja. E cilët janë këta lloje apo që i ka përshkruajtur Kurani i Kerimi, e para është se është shpirt apo zemër e mbyllur, e cila nuk deporton asgjë, pra janë më të forta se guri. Apo nëse edhe çahet guri, nga ai mund të dalin dhe të buron ujë. Janë zemër e vrasht, që Allahu në Kurani i Kerim në surën Hadid ka thënë: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq." Thot Allahu, na ka shtë koha që të kenë frikën në zemrat e tyre dhe nga ajo që po vjen. Prandaj edhe pejgamberi ton alayhis salam i ka thonë: "Law kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Po ta kishte një zemër të vrasht, ata kishin me hikën prej tije. Po ashtu animi ka e shtremta, është ajo zemër apo ai shpirt i cili pra nuk e pranon të vërtetën e Zotit Gjellëshanu, ashtu si Musa a.s. i drejtohet popullit të vet duke i thënë: "Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuni anni rasulullahi alaykum." O populli im, pse ju po më shqetësoni kur e dini se e vërteta është duke më ardhur nga ana e Allahut. Domethënë janë zemra dhe shpirta të cilët anojnë ka ajo e cila është e pavërtetë. Prandaj edhe të përmendurit e Allahut ka një rol të veçantë në jetën e besimtarit, sepse ajo e qetëson jetën edhe zemrën e tij. Atë që thot Allahu: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet zemrat të cilët janë të qeta apo shpirtat të cilët janë të qetë, me të përmendurit e Allahut ata qetësohen dhe pajtohen. Po ashtu kemi edhe ajetet kuranore krejt si fund, të cilët jemi në muajin e Ramazanit, të cilët e bëjnë zemrën dhe shpirtin ton të pastër, e pastrojnë, e qetësojnë. Janë ajetet të themi ajetet e agjerimit apo të Ramazanit, ku ajeti i parë flet për devotshmërinë, pra që është pastërtia e shpirtit ndaj Allahu Gjellëshan, është takua, është devotshmëria, ajo e cila e mbron besimtarin, apo të themi ai senzori që i jep shenjë në momentin që ai mund të gabon, e ndalon nga gabimi, që Allahu thot: "La'allakum tattaqun", dhe qëllimi final i Ramazanit është që ne të dalim të devotshëm. Po ashtu Ramazani është apo ajetet e agjerimit janë ajetet të cilët e udhëzojnë dhe e drejtojnë besimtarin ka ajo që është e vërteta apo shpirtin e besimtarit, që është udhëzimi, që është ushqimi i shpirtit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Ramazani është muaji në të cilin ka zbrit Kurani, i cili është udhëzim, i cili e mëson shpirtin e besimtarit se si duhet të jeton dhe të vepron. Po ashtu ajet tjetër është ajeti ku Allahu na flet për afërsitë që e ka me robën e vet. Pra ai shpirti i cili është i pastër, është i qetë, është i këndshëm, është i shëndosh, po ai në çdo moment është në praninë e krijuesit të vet. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Po ashtu mund të pyes dikush dhe thotë: "A thu se si duhet ta lexojmë Kur'anin e Kerimin, apo si duhet ta përjetojmë leximin e Kur'anit e Kerimit shpirti jon?" Prandaj çdo herë duhet ta kemi në vetdijen tonë që muslimani kur ta lexon Kur'anin duhet ta dinë se është në mbikëqyrjen e Zotit Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanu. E ka pyetën Ahmed ibn Hanbelin, një besimtar, ka thënë se kur e lexoj Kur'anin disi nuk po ndi një farë kënaqësie, një ëmbëlsirë. Atëherë ai tha: "Son të lexoj sikur e lexon në praninë time." Kur tha ka mund ta lexoj një sure të gjatë. Tha natën e ditë lexoj sikur e lexon në praninë e pejgamberit alayhis salam. Tha mund ta lexoj vetëm surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Natën e tretë tha lexoj sikur je në praninë e Allahu Gjellëshanu. Atëherë kur kishte qaj tër natën dhe tha nuk mund ata të i kaloj një ajet kuranor. Nëse në këtë formë dhe në këtë mënyrë ne e lexojmë Kur'anin e Kerimin, shpirti jon do të jetë i qetë dhe do të jetë i kënaqur. Prandaj Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në momentin që e pranoi Islamin, pra Kur'ani i Kerimi nuk i foli mendjes së tij, por i foli zemrës së tij, që Allah tha: "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni."
Këto fjalë ndëgjoi nga motra e vet dhe ishin fjalë të cilët e prekën zemrën dhe shpirtin e tij, dhe Omeri radiallahu ta'ala anhu u bë nga njerëzit e udhëzuar dhe nga njerëzit e përgëzuar me xhenetin e Allahu xhalla shanu. Shpresojmë që nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore, nëpërmjet këtyre këshillave dhe udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kemi përcjell diçka nga ajo që kërkohet prej neve që ta pastrojmë shpirtin tonë, e sidomos në këto ditë kaq të mëdha dhe kaq të vlefshme të Ramazanit, që kështu të vazhdon jeta shpirtbardh, shpirt mirë, shpirt qetë, të cilët do të arrijmë kënaqësinë dhe mirësinë e Allahut. Krejt për fund lutim Zotin xhallashanu që ditët e Ramazanit Allahu të na i pranon, luçet të na i pranon, ibadetet të na i pranon dhe që i kënaqur me neve. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, lillahi al-Fatiha.